Malisheva Gjilani, minuta 44, lojtari i Malishevës me numër 99, gjatë një dueli me lojtarin e Gjilanit numër 22, arrin të topi i pari, ku shifet që mbrojtësi Gjilanas e mbështet këmbën në këmbën e sulmuesit të Malishevës, pra këtu nuk ka ndërhyrje të palejuar për goditje nga këndi, për ekipin e Malishevës. Pas ekzekutimit të goditjes nga këndi, pason shënohet goli i rregullt, ku shifet qartë që topi ka kaluar vijen fatale të portës. Kjo situatë është kontrolluar edhe nga vari dhe ka sugjeruar gjyqtarin që goli është i rregullt. Drita Prishtina, minuta 34, penallti e mundshme për FC Prishtinën. Këtu kemi sulmuesin e Prishtinës me numër 27, i cili ka në pronësi topin dhe përcillet nga mbrojtësi i dritës me numër 14, i cili përpiqet të luftojë për top, ku me dorën e djathtë ka një kontakt të lehtë në shpinën e sulmuesit që është jo mjaftueshëm për penallti. Dhe në bazë të udhëzimeve të UEFA-s, kjo penallti ku kemi një kontakt apo shtyrje të lehtë, pra me një dorë nuk duhet të sanksionohet vendimi drejt i referit. Ferizaj Dugaxhini, penallti e mundshme për FC Ferizajin. Këtë situatë kemi një krosim në zonën e 16 metrëshit të Dugaxhinit, ku aty gjendet lojtari me numër 49 i Ferizajit, ku në duel me mbrojtësin me numër 4 i Dugaxhinit, i cili mban lehtë lojtarin e sulmues, ku gjyqtari Nuza akordon penallti, intervenon vari dhe fton gjyqtarin për rishikim të pamjeve në monitor. Pas rishikimit të pamjeve, gjyqtari Nuza me të drejtë anullon vendimin në fushë pra penalltin. Ballkani, minuta 90, penallti për FC Drenicën. Këtu kemi lojtarin me numër 7 të Drenicës, që ka në pronësi topin, hyn në zonën e 16 metrëshit, ku pason ndërhyrja e lojtarit me numër 21 i Ballkanit, i cili në gjurin e djathtë pengon sulmuesin që të avanson me topin, i cili do të kishte mundësi për të shënuar. Gjyqtari në fushë Bardhajeti nuk akordon penallti, intervenon vari dhe gjyqtari pas rishikimit në var me të drejtë referon penallti.